Në qytetin e Shkodrës nisi takimi për përgatitjen e planit konkret që synon zhvillimin e turizmit përgjatë vijës së liçenit të Shkodrës, nga Malësia e Madhe deri në qytetin e Shkodrës. Ky projekt po zbatohet në kuadër të programit Porta e Alpeve, i financuar nga Banka Europiane e Investimeve në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare dhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Nënkryetari i Bashkisë Shkodër, Rudim Beka, u shpreh se pritshmëritë janë të krijohet produkti më i mirë turistik në të gjithë Ballkanin. Në këtë fazë përgatitore, është rënë dakord që të mbështeten nga Bashkia e Shkodër dhe Bashkia Malësia e Madhe për hartimin e studimit të fizibilitetit dhe projekti DES për ndërtimin e një rrugë biçikletash përgjatë liçenit të Shkodrës dhe lumit Puna deri në detin Adriatik. Ekspert vendas dhe ndërkombëtar do të diskutojnë mbi studimin e fizibilitetit, ku do të vendoset bashkërisht gjurma përfundimtare e rrugës, karakteristika teknike si dhe ndërhyrjet e propozuara si ndalesa të vogla, pika informacioni turistik e të tjerë përgjatë gjithë itinerarit.